Të nderuar vlen, të nderuar aktivist, të nderuar tetovar. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Më lejoni që sonte ta nis me një pozitë shumë të rëndësishme në shtet që është kryetari i kuvendit dhe të cilën oponentët tanë në zyrën 161 e shitën për karikën e pushtetit. Dhe sot e kemi Afrim Gashin që na përfaqëson me dinjitet në pozicionin më të lartë të këtij shteti. Faleminderit kryetar. Të nderuar bashkëudhëheqës të Vlenit, Izet, Zek, Arben e Bekim, të nderuar përfaqësues televizjes Arberia, të nderuar shefi shtabit qendror Adnan dhe shtabit lokal Besar, të dashur vëllezra e motra, të dashur tetovar. Për te euforisë që ta jep fushata kjo skenë e madhe, ky spektakël fishekzjaresh, unë dua që në këto pak minuta të flas me zemër të hapur me secilin prej juve si njëri prej jush. Dua të falenderoj secilin që më hapi derën gjatë këtyre ditëve, që u shpreh mirënjohje atyre që na vlerësuan punën e na motivuan me fjalë të mira. Ti falenderoj ata që na dhanë këshilla e sugjerime. Dua të falenderoj juve aktivistëve për punën e madhe që keni bërë, që vizioni ju i drejt dhe njeti ju i mirë të tepërtoj në çdo shtëpi të Tetovës. Ju falenderit nga zemra secilit prej jush. Në punën son i adham hakun, si ditëm më smiri, pa kursier asgjë nga vetja, jo vetëm në këtë fushat, por edhe në këto 4 vjet në krye të komunës son. Tani verdikti takon sovranit. Kam besim të plot të fitoria e madhe. Mbështetem të populli im i urtë të cilin e njoh mirë. E di sa i çmon punëtorin, të ndershmin dhe të drejtin. Por, ndërsa presin verdiktin e së dielës, unë dua t'ju përgëzoj për 7 fitoret madhështore të Vlenit, të cilat nuk ish bën dot askush, e të cilat më bëjnë shumë krenar edhe si politikan, por mbi të gjitha si njeri, si prind, si familjar. Ne fituam i dashur Izet, sepse vetëm për një vit qeverisja sollëm 80 milion euro investime në komuna shqiptare. Fituam sepse mendimin e qeverisë vlen, po i zgjidhim nevojat elementare të vendbanimeve tona, të cilat i neglizhuan dhe i haruan për 20 vjet. Ne fituam i dashur Zek, sepse zgjodhëm problemin e medreses që e kishin lënë pas zgjidhje për 40 vjet. Fituam sepse mbrojtëm familjen, u kujdesëm për vlerat tona dhe i ndaluam financimin dhe investimin në devimin e shoqërisë son. Ne fituam i dashur Arben, sepse nuk dezertuam, siç bën disa prej shmiqve tanë. Fituam sepse i qëndruam besnik votuesit që jetonte ndryshimi dhe nuk u nënshtruam. Neve nuk na devijoi lakmia nga misioni që kemi nisur. Fituam sepse po qeverisim pas një aferë korruptive, me ndershmëri, faqebardhësi, ashtu siç i ka hije shqiptarit. Ne fituam të dashur shqiptar, sepse u ngritëm mbi moçalin e shpifjeve dhe manipulimeve, sharjeve dhe ofendimeve, ku janë zhitur oponentët tanë. Fituam sepse nuk e ushqiem fitilin e urrejtjes, ndarjes, armiqësisë që me çdo kush po mundohen ta mbjellin mes shqiptarëve. Ne fituam të dashur tetovar, sepse Tetovën e nxorëm nga errësira në dritë, e shpëtuam nga kolapsi, e transformuam dhe e zhvilluam. Fituam sepse Tetova po bëhet me stadium të ri, bulevard modern, qerdhe, shkolla të reja, salla sportive e pishina. Ne fituam shumë e dashur Tetov, sepse përgjysmuam borxhin e komunës, e futëm qytetin në binar, sepse Tetova është gati për kapitullin e dytë. Tetova me teleferik, Tetova me rrugë dhe tunel drejt Prizrenit, Tetova me investitor gjigant në kodër të diellit. Fituam sepse këtë vizion me mbështetjen tuaj do ta bëjmë realitet në 4 vjeçarin e ardhshëm.
dhe fitoria më e ëmbël, më madhështoria nga 7 fitoret e Vlenit. Ne fituam sepse ringjallëm shpresën të shqiptarët. Fituam sepse çdo shqiptar tashmë e din dallimin mes të mirës dhe të keqes. Fituam sepse çdo të riu, çdo prindi arsimtari, bujku pensionisti, çdo qytetari i dham një adresë ku gjen mbështetje. Kjo prezencë masive sonte këtu tregon qartë dhe në një zënë se Tetova ka zot shtëpie. Tetova i zgjedh bitë vet. Tetova nuk duron më që të vinë e të na nënçmojnë, ta vjedhin e ta keqpërdorin, ta mashtrojnë e ta manipulojnë. Shumë të dashur vëllezër e motra, fitoria i takon atij që e meriton, por sidomos atij që e do më shumë. E nuk ka kush që e do më shumë këtë fitore se sa këta të ri e të reja. Kjo ushtri e së mirës, që punoi fort e pa u lodhur, që nuk ja del pa trokitur, që nuk la shtëpi pa hyrë, që nuk ka lënë gjë pa kaluar dhe nuk ka lënë shtek pa shkelur. E duam këtë fitore jo për ne, por për të mirën e Tetovës, për të bërë punë për Tetovën. Sepse, siç na la amanet Sami Frashëri, një kom që do të roj, duhet të punoj. E kush e do punën më shumë se ne, kush e do Tetovën më shumë se ne, kush ja do të mirën këtij qyteti më shumë se ne. Prandaj, e dashur ushtria e së mirës, punën që e bëm gjatë këtyre 4 viteve, fushatën që e bëm gjatë këtij muaji, të rim gati e ta çojmë deri në fund. Ta marrim secilin shok e familjar në festën e madhe, ta nxjerrim e ta mbrojmë çdo votë, që të dielën në mbrëmje ta shijojmë rezultatin e punës sonë. Të dëshmojmë se shqiptari e çmon punën, e do të mirën, shqiptari është i ndershëm dhe zgjedh të ndershmit. Para se ta përfundoj, Zeka e nisi me numrin 7, me 11 tetor, numri 7 e fitoi Serbin dhe e çoi në pushim menaxherin e këtij ekipi, me 19 tetor, numri 7 do të fitoj ekipin e ditë të Serbisë në Maqedoni dhe do të çojë në shtëpi menaxherin e këtij ekipi. Ju faleminderit nga zemra, Zoti ju bekoft dhe miru takofshim në festën e madhe të 19 tetorit. Faleminderit dhe takohemi në fitore në 19 tetorit. Dhe për fund, më lejoni që të ftoj ata të cilët do të bëjnë këtë fitore me 19 tetor. Nexhën e Likovës, urdhroni. Arbenin e Kumanovës, Sedatin e Studeniqanit, Dautin e Araqinës, Bashkimin e Shkupit, Izetin e Çairit, Muhametin e Sarajit, Lerimin e Zhelinës, Dautin e Tearcës, Fetiun e Bogovinës, Mehmetin e Vrapçishtit, Sebadinin e Gostivarit, Pisnikun e Dibrës, Mendiun e Strugës dhe Blerimin e Dollnenit. Një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë. Tesorin. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Fatmirin e shqiptarëve dhe të Kërçovës. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që